Mjeku çudit botën. Shegët shërojnë në këto tre sëmundje. Ja kush duhet i konsumojë menjëherë. Shega është një nga frutat me forcë antioksiduese të rrallë. Në sajtë të kësaj force ajo mbron organizmin nga shumë faktorë të dëmshëm siç janë radikalet e lira që prodhohen në organizëm natyrshëm dhe që shtohen së tepërmi nga mënyra abuzuese e jetesës si duanpirja, jeta sedentare, ajri ndotur, keq dhe predispozita gjenetike. Shega është po ashtu e mbushur me vitamina C dhe konsiderohet si një recetë shumë e mirë kundër proceseve inflamatore, ndërsa është një burim i shkëlqyer i vitaminës B5, kaliumit, fenoleve natyrale si elementet të flavonoideve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për ngritjen e imunitetit dhe parandalimin e çrregullimeve shëndetësore, ekspertët rekomandojnë konsumin e 1 deri në 2 sheg çdo ditë ose 250 ml lëng shege të shtrydhur. Acidet yndyrore që përmban lëngu i shegës reduktojnë entjen dhe dhimbjet e muskujve. Lëngu i shegës është i mirë për stomakun, zorrët, dhimbjet e barkut, entjet e pajameve dhe acarimin e mishrave të dhëmbëve. Kështu është një frut i cili do t'japë shumë elementë të dobishëm për organizmin. Konsumi i rregullt i shegës në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një aleat i çmuar në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Të mirat që vijnë kur hani sheg janë të provuara shkencërisht. Shegët kanë aftësinë të mbrojnë shëndetin dhe të ofrojnë përfitime unike. Librat e shenjtë të besimeve të ndryshme fetare kanë përshkruar shegën si fruti që jep jetë. Shega i përmbajt tërësisht reputacionit të saj sepse si frut nuk ka të sharë dhe arrin të parandalojë dhe lehtësojë një sër komplikacionesh. Të mirat që vijnë nga konsumi i shegës janë të provuara shkencërisht, duke përfshirë atë në mbrojtjen e shëndetit të zemrës, të trurit, por edhe në luftën kundër radikaleve të lira. Të dhënat të cilave u referohemi sipas Brightside tregojnë se kur hani sheg çdo ditë do të ulin rrezikun kundër problemit të radikaleve të lira, veçanërisht ato të gjirit dhe të prostatës. Vetëm 30 minuta pas ngrënies së shegës, aktiviteti ynë rritet me 32%. Shega shuan entjen, nxit dhe përmirëson tretjen e ushqimeve. Por cilat janë përfitimet e të ngrënit sheg çdo ditë dhe çfarë ndodh me organizmin? Shega arrin të pengojë prodhimin e estrogenit dhe pakson rrezikun e shfaqjes së problemeve të gjirit. Studimet kanë treguar se konsumi ditor i shegës ul nivelin e inflamacionit të prostatës dhe hap rrugët drejt shfaqjes së problemeve. Shega ka aftësinë të parandalojë rritjen e komplikacioneve dhe konsumi i saj mund të ndikojë drejt për së drejti edhe në shëndetin e zemrës. Lëngu i shegës mbron kolesterolin e mirë nga oksidimi dhe rrjedhimisht e mban zemrën më të sigurt. Shega është një burim i mirë i polifenoleve, antioksidant të fuqishëm që parandalojnë radikalet e lira dhe dëmet e tyre në enët e gjakut. Ajo përmirëson funksionet e trurit, mban larg sëmundjen e Alzheimerit dhe një studim shkencor zbuloi se konsumi 2 gram të ekstraktit të shegës në ditë rri më këmbë kujtesën te personat që ishin nënshtruar ndërhyrjeve kirurgjikale. Një tjetër studim zbuloi se njerëzit që pinë lëngun e shegës çdo ditë ishin më të kthjellë dhe kishin një kujtesë më të mirë. Pirja e shpeshtë e lëngut të shegës ose ngrënia e këtij fruti ka ndikime shumë të mira te kujtesa e të moshuarve dhe mbron nga problemet e Alzheimerit. Të gjitha këto sekretet të këtij fruti të lashtë e bëjnë shegën të domosdoshme në regjimet tuaja ushqimore të përditshme. Shega ju bën të zhdërvjellët, forcon sistemin imunitar dhe ju furnizon me vitaminën C, mbron mishrat e dhëmbëve dhe pastron bakteriet, përmirëson tretjen, ndihmon në trajtimin e artritit dhe dhimbjeve të kyçeve, ul tensionin e gjakut dhe ul stresin. Këshillohet të hani sheg të freskëta sa më shpesh që të përfitoni fuqinë shëruese të trurit. Kështu, shega mund të cilësohet si një nga frutat më të pasur për mbrojtjen e organizmit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Ekspertët tregojnë se shega është e mirë për organizmin dhe gjithashtu ajo mund të ofrojë shumë përfitime për shëndetin. E mban larg problemin e Alzheimerit. Paramendojeni sikur keni humbur dhe harruar ku jetoni. Nëse nuk dëshironi që t'ju ndodhë kjo, atëherë shegët duhet jenë pjesë e dietës suaj. Shega luan një rol të rëndësishëm në trajtimin dhe parandalimin e sëmundjeve të Alzheimerit, citojnë ekspertët e Healthline.
Lëngu i shtrydhur i shegës zvogëlon depozitimin dhe akumulimin e amiloideve në regjimin e kompostit të trurit për 50% duke konsideruar të rëndësishme në përmirësimin kundër problemeve të Alzheimerit. Shega zvogëlon nivelin e stresit. Përveç se zvogëlon nivelin e stresit, përmban oksidim të brendshëm të trupit. Shega ju ndihmon në zvogëlimin e stresit psikik që përballet në jetën e personave me profesione të ndryshme. Njerëzit që pinë lëng të shtrydhur të shegës kanë nivele më të vogla të kortizolit, një hormon i stresit që rrit edhe problemin tuaj kur përballeni me të. Shega ju bën të dukeni më të rinj. A keni menduar ndonjëherë se përse ne plakemi dhe lëkura jon me kalimin e kohës fillon të rrullet, si dhe të shfaqen shenja të tjera të moshës së shtyr? Kjo ndodh për shkak se radikalet e lira ndikojnë keq në qelizat tuaja. Komponimet polifenolike të shegës janë antioksidantë të fuqishëm që vonojnë dhe shtyjnë procesin e plakjes. Për këtë arsye, shega do ju bëj edhe të jeni vazhdimisht me një lëkurë më të shkëlqyeshme vezulluese për një kohë më të gjatë. Shega do të përmirësojë sistemin tuaj imunitar. Për shkak se përmbajnë komponent anti-inflamator, shegët janë jashtëzakonisht të shëndetshme për ata që vuajnë nga çrregullime që lidhen me imunitetin, si për shembull artriti reumatoid dhe osteoartriti. Ato janë të pasura me vitamina C, të cilat rrisin prodhimin e antitrupave dhe zhvillimin e imunitetit. Për këtë arsye, shega mund të ndihmojë të keni imunitet edhe të përballoni problemet dhe inflamacionet të cilat lidhen edhe me shëndetin tuaj. Shega ndihmon sistemin tuaj tretës. Për të mbajtur një sistem të shëndetshëm të tretjes, duhet të konsumoni edhe burime të ushqimeve që janë të pasur me fibër, sidoqoftë për shkak të jetës dinamike ose vetëm nëse ju pëlqen ushqimi jo i shëndetshëm, do të habiteni nga të mirat që ofrojnë shegët në dietën tuaj. Nëse hani nga një sheg në ditë, është një mundësi e mirë që ju të merrni fibrat për çdo ditë. Një sheg mund të plotësojë rreth 45% të marrjes rekomanduar të fibrave që planifikoni të merrni në ditë, gjë që mund të ndikojë edhe në përmirësimin e sistemit tuaj tretës. Shegët zvogëlojnë shtypjen e gjakut. Shega ndihmon në uljen e shtypjes së gjakut duke parandaluar aktivitetin e serumo-angistenit që shndrohet edhe në enzim. Acidi punik është një nga përbërësit kryesor të shegës që ndihmon në zvogëlimin e yndyrnave në gjak, triglicerideve e të tjera. Shegët janë të mira për shëndetin e zemrës. Shegët janë të mbushura me polifenole që përmbajnë veti të fuqishme antioksiduese. Vetit antioksiduese parandalojnë radikalet e lira të dëmtojnë muret e arterjeve, pra edhe në sëmundjet e zemrës. Ato parandalojnë kështu oksidimin e yndyrnave në gjak, që shkaktojnë formimin e pllakave në gjak dhe zhvillimin e sëmundjeve koronare të arterjeve. Shega ka përqindje të lartë të elementeve ushqyes, jo vetëm në konsumin e saj të përditshëm, por shega do të lidhet edhe me shumë përfitime të mbrojtjes së organizmit. Shega është një nga ushqimet më të shëndetshme për trupin. Antioksidantët e saj mbrojnë shëndetin e zemrës, luftojnë radikalet e lira dhe dëmet të ndryshme të qelizave. Shega është një frut që rekomandohet për uljen e tensionit të gjakut dhe kolesterolit të keq. Ajo gjithashtu parandalon edhe sëmundjet si anemia. Shegët ndihmojnë në të mbani nën kontroll problemet e moshës, siç janë rrullat, dhe ju japin njerëzve një lëkurë mjaft rinore plot me shkëlqim. Ky frut i parajsës lufton simptomat e depresionit te disa gra. Nga ana tjetër, shega ndihmon edhe me tretjen e mban sistemin tretës më të shëndetshëm për shkak të nivelit të lartë të fibrave. Sipas të dhënave, ngrënia e një shege çdo ditë është një alternativë e duhur për të marrë fibrat, sepse është një frut që plotëson 45% të dozës rekomanduar ditore. Shumë njerëz hanë shegën me stomakun bosh, megjithatë organizmi i çdo individi është krejt unik. Në stomakun bosh gjenden miliarda organizma, prandaj shegën nuk këshillohet ta konsumoni me stomakun bosh në mënyrë që të mos rëndojë kështu edhe tretjen e stomakut tuaj. Tregohuni të vëmendshëm me sasinë që konsumoni. 1 deri në 2 shegë çdo ditë janë më se të mjaftueshme për të marrë këto përfitime. Sigurohuni ta konsumoni brenda normës për të evituar kështu çdo komplikacion të mundshëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.